Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do ta nisim këtë ditë me një dinamik të lajmeve, me thënë drejtën. Do të flasim për ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda televizionit Top Channel. Lëvizje të shumta, ndryshime në programacione, hyrje të reja, siç duket televizioni Top Channel është duke projektuar krejtësisht një rrugtim të ri. Tani ka patur pyetje të ndryshme nga publiku. Tiranë çfarë po ndodh, përflitet që do të ketë rikthime të ndryshme në Top Channel, që nga Agron Llakaj deri tek personazhe shumë interesant, në fakt që do të mbërthejnë audiencën për ekrani. Dua njëherë të nis të komentoj që nga lajmi I Megi Pojanit. Megi Pojani, nga informacionet të afërta dhe burime të afërta të televizionit Top Channel, thuhet që është larguar nga përputhen. Arsyeja nga fakti që në kohën kur Megi Pojani e mori përsipër udhëheqjen e emisionit Përputhen dhe Neda Balluku ishte në rolin e producentes, emisioni pati një rënje të madhe klikimesh dhe interesi I publikut ishte pothuajse zero për ta ndjekur Përputhen, do të thënë humbi krejtësisht interesin. Ka qenë në fakt një luftë, një betejë e madhe për klikime, por nuk arritën dot që t'i bëjnë. Dhe krahasuar me edicionet e tjera, ky edicioni këtë vit ka qenë një nga edicionet më pak të zëshëm dhe jo shumë të suksesshëm në televizionin Top Channel Përputhen. Largimi I Megi Pojanit nga emisioni, jo nga televizioni, sepse ne nuk mund të themi që Megi Pojani është një moderatore e dobët, përkundrazi, do të thënë ka vlerën e saj si moderatore, ka ngritur pikpyetje të mëdha te publiku se kush do ta zëvendësoj. Në anën tjetër kemi largimin e Salsano Rapit nga Portokallia, do të thënë është një lajm jo zyrtar që përflitet që Salsano Rapi është larguar nga Portokallia dhe vendin e tij do ta zëvendësoj dhe do të ketë në fakt një rikthim në Portokalli, aktori I madh Agron Llakaj. Agron Llakaj karrierën e tij e ka nisur pikërisht në televizionin Top Channel, arti I tij në këndin e moderatorit flasun, jo në këndin e aktorit, sepse si aktor është shumë përpara. Arti I tij ka qenë I pranueshëm tek publiku dhe në fakt të shikoj që publiku e pret me shumë dashuri Agron Llakën që të bëhet pjesë e Portokallisë. Dhe lajmi I radhës është, do të thënë, Bora Zemani për një lëvizje që ka ndodhur brenda Top Channelit, një lëvizje që në fakt ka qenë shumë e heshtur. Nga informacione që kemi arritur të sigurojmë, do të thënë Bora Zemani është ndarë me shumë dashuri me Sarën edhe me Lorin, nuk ka patur një krisje, por pikpyetjet e mëdha janë se kush do t'i zëvendësoj këto personazhe që në fakt kanë bërë lëvizje shumë interesante brenda topit. Tani, Salsano Rapi në Portokalli, kjo është një lajm akoma jo I konfirmuar. Salsano ka dy, le të themi ka dy përgjegjësi në televizionin Top Channel. Ka emisionin e tij që është një nga emisionet më të ndjekura dhe natyra e humorit, sensi I tij I humorit e bën nga emisionet më interesante. Tani në qoftë se televizioni Top Channel ka krijuar një emision me peshë më të bukur, atëherë me patjetër që ndoshta ja kanë besuar Salsanos, por nga ana tjetër, do të thënë Agron Llakaj, një artist I madh, mendoj që do të ishte në një humor të papar në krah të Kiarës edhe të Nevinës, sepse gjithmonë ka shkuar kështu kjo dyshe, kjo treshe që në fakt do na sjellin një adrenalin të papar, por nuk është akoma si lajm I konfirmuar. Do të thënë janë zëra për këto ndryshime që po bëhen dhe mendoj që Goni do të ishte një rikthim I bukur nostalgjik në Portokalli dhe do të ngriste me patjetër audiencën, shikueshmërinë, sepse do të sillte edhe grupin e ri të humorit, nga që ka patur dhe Alpazarin dhe vazhdojnë në fakt që të jenë këto lidhjet, sepse shikoj që Portokallia ka dhe mungesë të aktorëve. Domethënë ka patur rënje, po të mos ishte Kiara, mendoj që do të kishte rënje edhe më të madhe të shikueshmërisë.
Bora Zemani, jam i bindur që Bora nuk do t'jetë pjesë e Ferma VIP, sepse përflitet që Bora do t'jetë pjesë e Fermës. Mendoj që Bora Zemani ka një rrugtim të bukur në Media X. Donaldi dhe Romeo kanë ndërtuar një media nga zero dhe mendoj që e kanë fuqinë që të ndërtojnë një top channel të ardhshëm dhe duke bërë logjikën, jam shumë i bindur për këtë gjë, domethënë Bora mendoj që do t'jetë e fokusuar tek televizioni i saj dhe do t'u shtroj detyrën në televizionin e saj. Nuk ma merr mendja që do t'jetë me njëherë, por në një të ardhme të shpejt, sepse arsyet që mund t'jetë larguar nga topi pikërisht mund t'jenë këto gjëra. Nuk ma merr mendja që Bora do t'jetë moderatore në në Ferma VIP, sepse Ferma e ka Arbana Osmanin dhe nuk e besoj që Bora do t'ja kthente shpinën televizionit Top Channel për të ikur në Vision Plus. Përkundrazi mendoj që ka qenë një nga moderatoret më të respektuara dhe i ka patur emisionet me më shumë vlerë dhe ka qenë më e vlerësuara në këtë drejtimin Bora Zemani. Dhe nga ana tjetër, ndryshimi Megi Pojanit në përputhen, mendoj që do të zëvendësohet me një moderatore që vërtet do të shkëlqej dhe do të bëj namin me hyrjen e saj në përputhen. Tani, si moderatore që mund të rriste shikueshmërinë, sepse shikueshmëria luan një rol të rëndësishëm nga moderatorja, mendoj që do t'i besohesh te Egli Tako, apo mund t'i besohet edhe Brikena Selmanit. Do t'ishte shumë interesant Mateo në rolin e opinionistit, ndërsa Brikena në rolin e moderatores. Do me thënë, zërat janë të shumtë në fakt për këto lëvizje që janë bërë, por rihyrja në Portokalli e Agron Llakës, rikthimi në fakt i Agronit dhe menaxhimet e moderatorëve të rinj në emisionet të tjera, besoj që do t'jetë një sfidë e bukur dhe do të ketë një shikueshmëri të jashtëzakonshme. Do me thënë, televizioni Top Channel, siç duket, edhe me hyrjen e Luizit, një emision i ri, do me thënë po projekton një rrugtim shumë të bukur, po projekton një rrugtim fantastik, një rrugtim që në fakt i bindur jam do të na bëj të gjithëve që ta ndjekim, do të na bëj të gjithëve që ta duam, do të na bëj të gjithëve që të jemi mbërthyer për këtij televizioni. Do me thënë, nga muaji shtator pritet që të vinë bomba të mëdha, pritet që të vinë, do me thënë, të jenë një sezon i ngjeshur me surpriza të bukura dhe me personazhe që në fakt diku do të kemi nostalgjinë, që flas për Agron Llakën që na ka dhënë një portokalli të jashtëzakonshme që nga çdo e diel dhe deri në këto portokallit festive që kanë zgjatur me orë të tëra, më pas për të kaluar edhe tek Bora Zemani, Megi Pojani dhe të gjithë ky rrugtim. Do të thënë Top Channel po bën një ndryshim rrënjësor.